Në fundit, për mendimin tim, po një besimtar të vetëdijsohet dhe t'ja lej kompetentëve në dorë këtë fushë, se ne kemi dhe hall tjetër. Ne pothuajse dashje pa dashje për çdo gjë japim interpretimin tonë dhe në fundit s'na ngel më vërtet në dorë. Pra gjithë secili për arsye të rrjeteve social, modernitetit, po them unë çdo po flas për të kategorinë time. Shikoj që çdo hoxh jep një qasje, për cilin dy me të njëjtën qasje ketë vështirë t'i gjesh, edhe dashje pa dashje vendosin në lloj konfuzioni dhe kakofonie edhe vetë besimtarët e thjeshtë. Gjë për cilën vike kjo, atëherë kush janë parimet statike? Kush janë gjërat e ndryshueshme? Për shembull, Islami është i gjithë dhe themi ne, kultura arabëve është arabëve takzojnë. Po s'dalluam të gjë, do t'i bëjmë një padrejti vetë Islamit. 2, unë jam shqiptar. E zgjedha unë apo desh Zotin më sjell? Desh Zoti, po është vullneti i tij pra. S'është imi. Unë nëse dal kundër kësaj, unë automatikisht dal kundër vullnetit të Zotit që më ka falë në këtë vend. Sakt. Dikën dhe la Zotit lirë të zgjedh rrugën e vet. Unë zgjodha fen dikush se ka zgjedh. Është liri e Zotit kjo apo jo? Desh Zotit i lej njerëzve, po kush jam unë që mund t'i determinoj ato? Pra, dallimi i kësaj. E dyta gjë, dallimi mes kohës, vendit dhe rrethanave ku ti jeton, dhe kohës dhe vendit ku ka ndodhur ngjarjet.